person të ishte i gjobitur, pse jo, me gjoba shumë të larta. Pra me gjoba, se nuk është, edhe kur dështohet me gjoba masanet, procedohet dhe me masa të rënda, si që mund tjetë burg. Shko edhe në burg, fund. Pra pa ardhë pasoja. Pra qytetarët janë anku në lagje, ore po vjen një. Kjo të shi, bedi duhet verifikim, që si janë ankuar, sepse ankesa duhet tjetë me shkrim. Duhet njoftu saga operative 129, pra sepse qytetarët së mund të ecin thjesht e din gjithë, jo e din gjithë. Në çdo qytetar ka detyrimin e vetë që një shkelje ta dokumentoj. Pra të marrë 129, thotë shiko, filan mjetë po vjen. Edhe dokumentohet. Duhet të ketë edhe një ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve për denoncuar. Ndërkohë dhe policia, zonat to që janë zonat kuqe, mund të ketë një kamerë që nuk kushton shumë, që person që bën të shkelje është dokumentuar disa herë. Banorët e zonës, për shembull, po diskutojmë, mund të ketë ngjarje tjetër. Ankohen se bojnë gara me makina. Se janë këto makinat e shpejtësisë, edhe te marmita bën zhurmë, dhe gjohet zhurma. Pra kur e mbush me 12.000 xhiro që jep gaz fort, ato gjën zhurmën. Pra kanë pas edhe shqetësime të garave. Pra domethënë duhet parandalu dhe këto gara, sepse dhe garat sjellin pasojë, sepse jemi në zonë banuar. Madje banorët ankohen që gjithmonë gjën zhurmë natën s'flen gjumë, se kalojnë makinat kokër plumit, domethënë ecin shpejt. Pra duhet të ishte parandaluar. Dhe kjo është faj këtyre, domethënë që s'kan reaguar një patrull kur është zonë e kuqe. Stop, ishi patentën, por dhe sanksionet duhet jenë më të larta, sidomos në zonat e banuara. Atëherë të shpresojmë që të ketë një ndryshim të penaliteteve për njerëzit, sidomos ata që janë përsëritës në shkelje të tilla dhe që rezultojnë fatale si në rastin konkret, por edhe të ketë një ndërgjegjësim më të madh edhe të opinionit publik për të mos konsumuar alkool ose tek e fundit për të mos marrë drejtimin e një automjeti në gjendje të dehur. Por natyrisht këtu duhet një ndërgjegje shumë e lartë qytetare. Çështja tjetër që doja diskutoja ka lidhje me vendimin që ka marrë gjykata e lartë për të ndryshuar kriteret e zbatimit të masës arrest me burg. Si e pat vendimin sot të gjykatës së lartë që ja la në derë prokurorëve që të kenë prova mbërthyese për dikë që të kërkojnë të afusin pas hekurave. Dhe natyrisht gjykata i pasaj që do të vendosë. Kjo për mu është vendimi drejt, po në thelb është zbatimi i kodit procedurës penale. Vendimi kishte diçka pozitive që për herë të parë arrestin burgu qytë masa jashtëzakonshme, pra kur çdo masë të tjera janë të papërshtatshme. Këto janë terma ligjor, por që nuk zbatohen. Pra pse kërkon burg? Pse do me fut këtë person? Pse izolon nga shoqëria? Dhe gjykata saktësoi që nuk është, këto janë dhe në ligj. Pra neni 228, 229, 230 kanë në mënyrë qartë që arrestin burg vendoset çdo masë tjetër është e papërshtatshme. Merret parasysh rrezikshmëria, përsëritja, rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Janë kriteret, por gjykata bëri një unifikim të praktikës me të drejtë. Pra unifikua pra është në thelb është sanksionimi i kodit procedurës penale, që shikoni kujdes me masat. Po mirë, pse në rastet konkrete, se ne po lexojmë që gjatë këtyre kohëve, derisa u mor vendimi ditën e sotme, është shkruar shumë nëpër media që gjykata e lartë po mblidhet për ta shqyrtuar dhe për ta marrë këtë vendim për të nxjerrë nga burgu Erjon Veliaj. Në rastet konkrete, po jo vetëm të Erjon Veliajt, po dhe të zyrtarëve të tjerë të lartë që janë aktualisht në burg, ose që kanë qenë në burg, nuk kanë qenë të arsyetuara vendimet e gjykatave? Apo kërkesat e prokurorisë që i kanë çuar pas hekurave këta njerëz? Pse si janë futur? Pa ligje janë futur në burg? Beti, për mendimin tim, nuk ka rëndësi, domethënë personalisht po them, nuk ka rëndësi se nga janë nisur. Mu më intereson që ky për popullin e thjesht, sepse zyrtar të lartë, sa kënë burg? Janë 10-20, ja 20. Po tani që hynë zyrtarët e lartë u kujtuan që ligjin ai pas ka gabime ose te i kalo ka ca kompetenca.